Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke folur për luftën e Bedrit dhe kemi arritur tek tema e fundit, e cila quhet ma ba'de Bedr, çka pas Bedrit, apo cilat janë ato efektet e luftës së Bedrit. Në derset e kaluara, vëllezër të nderuar, folëm për rrethonat të cilat quhen në luftën e Bedrit, dhe gjithashtu për sifatet apo cilësitë e ushtarëve të atyre që morën pjesë në luftën e Bedrit. Gjithashtu falem për ushtarët e Allahut xhallahu ala të cilët morën pjesë në luftën e Bedrit. Dhe shpjeguam se më të vërtet kjo luftë, pra lufta e Bedrit, ka qenë një luftë e madhe në historinë e muslimanëve, pra në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë luftë është bërë qartë fjala apo pjesa e parë e shahadetit la ilaha illallah. Dhe me të vërtet kjo luftë ka pas ndikim shumë të madh, saqë betejë e Bedrit e kanë konsideruar dietarët si një pikë kthese në historinë islame, dhe se aq ka qenë e rëndësishme saqë është nda e vërteta prej të kotës, apo janë ballafaquar e vërteta pra pejgamberi alayhis salam dhe sahabët me të kotën, pra me kufrin, me Ebu Gjehlin dhe ushtarët e së kotës. Siç thot Allahu në Kur'an, la ikrahe fi din, nuk ka dhunë e fe, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, është sqaruar e vërteta nga e kota. E vërteta kanë thotë dietarët është për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo me të cilën ka ardhur ai me islam, dhe e kota është Ebu Gjehli, faraoni i këtij umetit, dhe ajo me të cilën ka ardhur ai, dhe kufrin që e ka shpërndar ai. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala këtë të vërtet, pra këtë luftë ka quajtur Yawmul Furqan, pra si dita e dallimit, pra dita kur është dalluar vërteta dhe dita kur është rënu dhe është shkatruar e kota, pra kokat e kufrit. Aja që është interesant, vëllezër të nderuar, se pas luftës së Bedrit dhe pas fitores në Bedër, mbi shpatullat apo mbi supet e këtyre njerëzve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti shtetin në Medinë, dhe njerëzit apo popujt arab dhe shtetet tjera nuk e sheshin Medinën apo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si një luftë mes dy fisëve apo një konflikt i brendshëm mes fisëve arabe, mirë po e sheshin islamin si një shtet të fuqishëm, dhe gjithashtu e sheshin muslimanët si një forcë e re në gadishullin arabik. Prandaj edhe shumë popull dhe shumë njerëz prej pas luftës së Bedrit filluan të pyesnin për muslimanët, se kush janë muslimanët dhe cila është feja e tyre dhe çka është islami dhe në çka thirr kjo fe, dhe a është me udhës ta përqafojmë këtë fe dhe të bëjmë pjesëtar të saj, apo ta luftojmë këtë fe e pastaj të dështojnë në këtë botë, ashtu si dështuan kokat e kufrit, e pastaj dështimi dhe dënimit na pason edhe në botën tjetër e kështu me radhë. Pra padyshim se betejë e Bedrit apo lufta e Bedrit pat efekt të madh në historinë e muslimanëve. Dhe prej këtyre efekteve që do i përmendu, vëllezër të nderuar, është se kur lajmi u arriti në Medinë muslimanëve, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte traditë se pas çdo lufte
të qëndronte 3 ditë në betejë. Dhe pastaj të qënë të dikë prej muslimanëve, pra në qytet në Medine, për lajme se çka ka ndodhur dhe çka ka ngjarë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar Zeid ibn Haritha në Medine. Dhe në Medine nuk ishte ndonjë lajm apo ndonjë informacion u zhvilluar ndonjë luftë. Dhe nuk dinin asgjë se janë ballafaquar 2 ushtri. Pra pakica muslimanëve me shumicën e kufrit. Dhe nuk ishin në dijeni se në këtë luftë ka ardhur Gjibrili, ka ardhur Mikaili. Dhe kanë ardhur ushtarët e Allahut subhanahu wa taala, siç kemi shpjeguar, 5000 melek, Allahu xhallahu ala i kishte zbritur në luftën e Bedrit. Dhe padyshim se arritja këtij lajmi në Medinë ishte një si hares dhe një lajm i gëzueshëm për muslimanët. Se si muslimanët të cilët deri më sot ishin përndjekur, ishin përsekutuar, ishin torturuar, derisa në vendin e tyre tash në Medinë, pra po sulmohen. Dhe po mobilizohet ushtri prej Mekës me i luftu muslimanët në Medinë, pra se si muslimanët kishin korë fitore ndaj armikut e tyre me dekada. Prandaj padyshim se kjo ishte një gëzim i madh për muslimanët. Mirë, po gjithashtu për disa muslimanë ishte edhe një lloj pishmanllëku, pra se si nuk ishin kanë hisedar dhe pjesëmarrës të luftës së Bedrit. Po të njëjtën kohë ky pishmanllëk u kishte ngritur atyre moralin dhe imanin e tyre se nëse vjen radha, domethënë herën tjetër të ishin pjesëmarrës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, transmetohet se një sahabi i cili është quajtur Usaid ibn Hudhairi radhiyallahu anhu i kishte thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, o i dërguar Allahut, falënderimi qoftë Allahut i cili të ka dhënë fitoren e Bedër dhe ta ka gëzuar syrin tënd, pra me sahabet dhe me vrasjen e mushrikëve, pra me rënien e kokave të kufrit. Pastaj ky betohet Usaid ibn Hudhairi dhe i thot: vallahi ja Rasulullah, thot pasha Zotin o i dërguar Allahut, thot kur nuk kisha me mungue. Përveç asaj që ka menduar që është në pyetje vetëm një karavan, pra s'kam besuar se kjo do ishte një luftë, do zhvillohej një betejë. Dhe sikur ta dija që do ishte betejë dhe luftë, atëherë kur nuk do kisha munguar. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Usaid ibn Hudhairit radhiyallahu anhu: saddaqta, thot vërtetën e ke thënë. Pra shikon atë pishmanllëkun e sahabëve të cilët jeni keq apo kanë dikë sardhë që nuk kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Një ashtu siç ishte për muslimanët ky lloj gëzimi dhe kjo lloj fitorie, një ashtu ishte edhe dëshpërim për mushrikët, nga se edhe atyre u kishte shkuar lajmi për disfatin e tyre dhe për rënien e krerëve të tyre, kokave të tyre, se si kishin pësuar disfat nga duart e muslimanëve. Pra Meka kishte pësuar një goditje. Pra ushtria me kasën këtë rast kishte pësuar një goditje të rëndë. Dhe gjithashtu liderët e Mekës kishin radhë në këtë luftë. Prandaj edhe goditja e Mekës ishte goditjen e politikën e tyre, goditjen e shoqërinë e tyre dhe goditjen e ekonominë e tyre. Përveç këtyre kokave të kufrit që i kemi shpjeguar që kanë rënë në luftën e Bedrit, nuk kanë kaluar as 7 ditë pas luftës së Bedrit, gjithashtu kishte vdekur një kokë e kufrit, e ai ishte Ebu Lehebi. Pra ai i cili e luftonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, megjithëse kishte djalë të vëllaut. Pra Ebu Lehebi ka qenë agja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai për të cilin ka zbrit edhe surja që lexohet deri në Kiamet: tabbat yada abi lahabin wa tab. Pra ju thafshin 2 durë të Ebu Lehebit dhe vetëm se ju kanë tharë. Pra Meka, vëllezër të nderuar, kishte pësuar krizat të shumta me disfatën e tyre në Bedër, nga se kriza e parë ishte rënja e udhëheqësve politik.
Pra dhecat dhe kërërët e shtetit kishin rënë dhe ishin vrarë në Bedër. Pra elita drejtuse dhe komanduse e Mekës, e politikës e Mekës, kishte ra në këtë luftë. Dhe pothuajse në çdo shtëpi, ashtu si që kishte por ëndrrën Atika që e kemi shpjeguar në dersën e kaluar, se si një guri ishte bërë thërmi dhe pastaj se si gjaku i kishte goditur shtëpijat e Mekasve, pra nuk ishte mbetur shtëpi në Mekë, pothuajse të gjitha shtëpijat vetëm se e kishin dikë të vrarë, qoftë ndonjë lider, qoftë ndonjë familjar të tyre e kështu me radhë. Gjithashtu edhe ekonomia e Mekës ishte në rrezik, nga se forcimi i muslimanëve atër ishte dobësi e ekonomisë e Mekës, e në veçanti kur karavanat e tregtisë se kurejshitëve kalonin afër Medinës, e cila tash tutje ishte domethënë në kontroll të ushtarëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kriza e tyre ishte vëllezër të nderuar edhe psikologjike. Prandaj kur Hajseman ibn Abdullah el-Khuzai, i cili ishte nga mushrikët, kishte arritur me shkuar në Mekë dhe me ia sjell lajmet për vrasjen dhe disfatën e tyre në Bedër, atëherë ishin mbledhur paria që kishte mbetë në Mekë, disa prej tyre ishin mbledhur te Hajseman ibn Abdullah el-Khuzai dhe i kishin thonë se çfarë lajme na sjell. Dhe fillon me tregu ky mushrik, ky udhëtar, se si është vrarë Abu Jahli, se si është vrarë Umeja, se si është vrarë Utbe dhe Shejbe dhe Walidi kështu me radhë. Atëherë ata shtongen dhe habiten nga lajmi i çuditshëm që e sjell ky ushtar i tyre. Dhe subhanallah, Safwan ibn Umayya ishte nga ata që nuk ishte dalë në luftën e Bedrit, po ishte një prej kokave të kufrit. Kur e ndëgjon Hajseman ibn Abdullah el-Khuzaiun se si kanë ra këtu kokat e kufrit dhe kërërët e Mekës në luftën e Bedrit, atëherë i thot njërit prej të pranishve, thot pyet në për mua, pra se a është vrarë Safwan ibn Umayya. Edhe pasaj e pyesin, thot, po çfarë thua për Safwan ibn Umayyan, nga saj nuk besonte dhe domethënë nuk ishte i sigurt në atë që kanë dëgjonte. Atëherë Hajseman ibn Abdullah el-Khuzai thot Safwan ibn Umayya është në Hijr, pra në vendin ku ishte afër Qabes, dhe ai është ulur duke qëndruar ato dhe ai nuk është vrarë në Bedër për arsye se s'ka qenë prezant. Pastaj nuk i besonin këto lajme. Vjen personi i dytë, Ebu Sufjan ibn Harith ibn Abdul Muttalib, edhe ky vëllezër të nderuar i sjell lajmet e Bedrit, se si kanë pësuar disfat, pra si kanë pësuar disfat mushrikët e Mekës dhe se si kanë ra kokat e kufrit. Dhe atëherë afrohet Ebu Lehebi edhe e pyet se çfarë kanë gja. Thot asgjë, thot jashta normales. Thot për vetë se ne ua kemi shtry shpinat tona atyre dhe pastaj ata me shpatat e tyre thot na kanë prej dhe na kanë mbytet elitën dhe parinë e Mekës dhe pastaj nuk më ishin me besue se kjo tragjedi dhe kjo disfat ju kanë ndodhur elitës e Mekës dhe krerëve të tyre. Pastaj tregon se si domethënë ky mushrik ju tregon, thot vallahi, thot asgjë, thot nuk ka ndodhur përveç asaj, thot që u tregova, edhe kena pa, thot njerëz të çuditshëm, kena pa, thot kuaj dhe melaçe, domethënë prej tokës deri në qiell, njerëz thot të gjatë, edhe kuajt e tyre thot ishin me lara, edhe gjithashtu thot asgjë nuk ishte mundësi thot me ju dalë përpara atyre. Dhe kur i ndëgjonin këtë lajm dhe këtë haber, Ebu Lehebi dhe Safwan ibn Umayya, pra nuk mundin me besue se çka janë duke fol. Pastaj një person i cili kishte emrin Ebu Rafi,
e që kishte pranu islamin, e që e mba dhe fshet, kur e ndëgjon këtë lajm, thot pasha Allahun, këtu kanë qenë melaqet Allahun në ndihmë ndaj muslimanëve. Pastaj Ebu Lehebi e godit, domethënë me shuplak dhe e rrezon Ebu Rafin për tokë. Pastaj Umul Fadl, që ishte prezent ato, gjithashtu kishte pranuar islamin fsheftas, dhe që ishte gruaja e Abbasit radiallahu anhuma, edhe kja e kishte ato e afër një shtyllë të drurit, dhe pastaj e merr dhe e godit Ebu Lehebin. Për arsye se Ebu Lehebi ju kishte vërsul Ebu Rafi dhe e sulmante atë, për shkak që ai kishte thonë melaqet e Allahut kanë marrë pjesë në Bedër. Pastaj kur e godit kjo me atë shkop, atëherë shpërndahet një sëmundje Ebu Lehebit në trupin e tij. Dhe kjo sëmundje kanë quajtur arabët adese, që ka qenë një lloj murtaje apo ulqere e zezi thonë. Edhe kjo ka shpërndahet në trupin e tij. Dhe Ebu Lehebit i ka ardhur një herë keqe për kësaj sëmundje. Dhe pastaj ka mbetë në këtë gjendje. Dhe fëmijët e tij nga ajo që mos thojnë arabët, pra mos ja drejtojnë gishtin, atëre kanë hapë një varr, dhe pas disa ditë ka vdek Ebu Lehebi. Dhe djemët e Ebu Lehebit i kanë marru disa shkopin, pastaj e kanë shtyje babën e tyre, domthonjë këtë formë të poshtruar dhe të turpruar, dhe e kanë gjunë në varr, nga se jenë friksu se mos po u përhapet kjo sëmundje, dhe pastaj e kanë gjunë me gur që të mbulohet varri i tij. Dhe në këtë formë poshtru se vdek Ebu Lehebi. Meqense Ebu Lehebi ka qenë një prej kokave të kufrit, dhe në këtë gjuhën bashkëkohore domethënë zyrtarisht do e merr të shtetin, po megjithatë shikon se në çfarë poshtrimi ka ra, kur e ka luftuar Allahun Azza wa Jall, edhe ka luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka mbajt anë nga ana zullumçarëve, nga ana krerëve dhe kufrit të Mekës, tagutave të asaj kohe, atëherë i ka ardhur poshtrimi në mënyrën më të turpruar, e kanë varros djemtë e tij, domethënë këtë formë, dhe e kanë gjumë me gur, dhe kanë mbeti mallkuar në këtë dynja, dhe i mallkuar në botën tjetër. Pra kështu ka qenë goditja apo efekti i luftës së Bedrit tek elita apo tek mushrikët e Mekës. Pastaj efekti tjetër që ka qenë, vëllezër të nderuar, në luftën e Bedrit ka qenë plaçka e luftës. Pra, pasi që muslimanët e përfunduan luftën e Bedrit, ata u ndonë në 3 pjesë. Një pjesë mbronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej sahabëve, kurse një pjesë ishte në përndjekje të armikut të cilët vraponin për të ikur, dhe një pjesë apo një grup tjetër i mblidhnin plaçkat e luftës. Mirë po ndodhi një mosmarrveshje, edhe pse kjo mosmarrveshje ishte e përkohshme, ndërsa shkaku apo konflikti i kësaj marrëveshje ishte se secili pretendonte domthonjë plaçkën e luftës, që të merrte sa më shumë nga plaçka e luftës. Pra shkaku i konfliktit ishte ky, dhe mosmarrveshja ishte e përkohshme, nga se deri me tani nuk ishte zbrit asnjë ligj, asnjë dispozit dhe asnjë ajet kuranor, as pejgamberi alayhis salam nuk ishte dhënë ndonjë urdhër se çfarë duhej të veprohej me plaçkën e luftës. Dhe si transmeton Ubadet ibn Samit radiallahu ta'ala anhu, duke përshkruar këtë sprovë pra plaçkën e luftës, thot u shfaq një dobësi mes njerëzve për gjëra materiale të jetës së bote, pra për plaçkën e luftës. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala pas kësaj apo pas këtij konfliktit të përkohshëm të muslimanëve, e zbret ajetet e para të surës Anfal, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Yes'alunaka 'anil anfal", thot pyesin ty për plaçkën e luftës. Pastaj thot: "Qulil anfalu lillahi war rasul", thuaj plaçka i takon Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra kthehet tek Allahu dhe tek i dërguari i tij. Fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Dhe Allahu xhallahu wa ala i mëson sahabët thot tut një Zotit, pra friksoni Allahut dhe permisoni unitetin tuaj. Pra pas kësaj fitorie që Allahu azza wa jalla u dha në Bedër,
nuk do të jetë shkaku i konfliktit dynjaja mes jush, dhe nuk do të jetë plaçka luftës shkak se ju mu përqa, dhe nuk do të jetë dynjaja shkak mu përqa muslimanet. Muslimani kur përqat apo kur prishet me vllahun e vet, prishet për shkak të fesë, ama jo për shkak të dynjas. Dhe pastaj Allah subhanahu wa taala pra i thot wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, dhe bini Allahut, pra respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij po që se jeni besimtar. Pra Allahu subhanahu wa taala i zbriti këtu ajete për t'ju treguar se plaçka kthehet te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu i zbret disa ajete tjera në vazhdim thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Me të vërtetë besimtarët e sinqert janë ata që kur u përmendet Zoti Allahu, thot u dridhen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur u lexohen ajetet e Allahut, atyre ushtohet imani, besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe vetëm tek Zoti i tyre ata janë të mbështetur. Kjo në aspektin e brendshëm, kurse në aspektin e jashtëm, alladhina yuqimuna as-salata, janë ata që falin namazin, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë atyre, ata japin dhe shpenzojnë në rrugën e Allahut. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Me të vërtetë ata janë besimtarë të sinqert, ata janë besimtarë të vërtetë. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Ata do kenë grada dhe derejgjet e Zotit tyre në xhenetet e larta, wa maghfiratun wa rizqun karim. Ata kanë me pas falje edhe kanë me pas furnizim të bollshëm. Pra këtu ajete vëllezër të nderuar ishin freski për zemrat e sahabëve, dhe këtu ajete ishin qetësim për zemrat e sahabëve. Pra, si shaj falënderimi që Allah azza wa jalla kishte dhënë fitore atyre. Dhe sahabët shpejt u riorganizuan dhe pastaj e dorëzuan të gjithë plaçken të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj zbritën ajetet në surën Anfal, surë e cila kena thonë flet për luftën e Bedrit, dhe e rregulluan çështjen e plaçkës të luftës, ku 4/5 i takojnë, domethënë ndahen ushtrisë së muslimanëve në mënyrë të barabartë, kurse 1/5 i mbetet Allahut, këtë rast pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo dëpos së shtetit, për t'i përdorur për nevoja publike apo për nevoja të përgjithshme të muslimanëve. Kjo ishte sa i përket domethënë çështjes së plaçkës së luftës. Gjithashtu e kemi edhe një efekt tjetër që ndodhi në luftën e Bedrit. Ajo është vëllezër të nderuar çështja e robëve të luftës. Sa interesant Allahu xhelalu ala ka shpjeguar këtë çështje. Atë që ka rregulluar Islami para 14 shekujve, e ma shumë, apo para 1448 vjete, sot ende nuk e kanë shtetet të cilat domosdoshmë pretendojnë se janë të civilizume dhe të përparume. Ende nuk kanë arrit me ju afru afër Islamit këtë që domosdoshmë në hakun e robëve të luftës. Pra çështja e robëve të luftës, muslimanët në luftën e Bedrit i kishin mbyt 70 prej mushrikëve, shumica për këtyre ishin domethënë krerët elita kryesore, po gjithashtu dhe i kishin ka prap 70 për tyre, kurse të tjerët kishin ikur për në Mekë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte këshilluar me sahabët, pra se çfarë të veprojna me robët e luftës. Atëherë e kishte pyetur Abu Bekrin radhiyallahu anhu, çfarë të bëjmë? Ishte konsultuar me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, çfarë të veprojna me robët e luftës. Abu Bekri radhiyallahu anhu i propozon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fidje. Fidja do më thonë këtë rast e robët e luftës është ata me paguni shpërblim financiar, pra me dhon pare për me bleje lirinë e vet, për me bleje lirinë e tyre. Dhe arsyetimi apo urtësia pse Abu Bekri radhiyallahu anhu e dha këtë ide, ishte vëllezër të nderuar se shumica këtyre njerëzve pra ishin prej tafërm të muslimanëve. E dyta, parat me të cilat do e blejnë ata lirinë e vet do jetë forcimi i shtetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e treta Abu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë mshish shumë
Pra përjurësisë ishte që me shprehje se këta do pranojnë Islamin, me gjithë se këta na kanë dëbu, na kanë luftu, na kanë përsekutu, këta e sill keq me neve, mirë po kur e shohim ne se s'po i mbysëm këta me shpatat tona, mirë po pjavojna këtë mundësi, hapet zemra atyre që ta pranojnë Islamin. Pra, ky është mendimi i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për Abu Bekrin, arhamu ummeti bi ummeti, thët njeri më i mshirshëm i umetit tim për umetin tim, thët Abu Bekr as-Siddiqu radhiyallahu anhu është Abu Bekr as-Siddiqu. Edhe në bazë kësaj që e jap si propozim, atëherë vrehet mshira Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Kurse pejgamberi alayhis salam gjithashtu kthehet nga Omeri radhiyallahu anhu dhe Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhu, dhe e merr edhe mendimin e tyre se çfarë të veprohet me rrobat e luftës. Mirë po, Omeri dhe Sa'd ibn Muadhi nuk pajtohen me mendimin e Abu Bekrit. Pra Omeri radhiyallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Sa'd ibn Muadhi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ja Rasulullah, thot unë nuk e pajtohem me mendimin e Abu Bekrit. Mirë po mendimi është që të mirën të gjithë këta edhe të mbytën një ka një duke u ekzekutuar. Pra kështu e jep mendimin Omeri dhe Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu anhuma. Thot, ata janë kokët e kufrit, ata kanë dalur për të na luftuar neve, ata kanë dalur për të mbytur ty dhe neve dhe familjet tona, na kanë dëbuar prej Mekës. Kështu që propozojnë ai dërguar Allahut që një nga një të ekzekutohen të gjithë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për Omerin, ashaddu ummeti fi amri Allahi Umar radhiyallahu anhu, me i forti prej ummetit tim në fenë Allahut është Omeri radhiyallahu anhu. Dhe nga këto dy sugjerime apo propozime, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përzidh mendimin e Abu Bekrit. Dhe thot Omeri radhiyallahu anhu, fahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala Abu Bekr as-Siddiq, thot dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e dëshiroj apo e propozoj atë që e propozoj Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe në një transmetim tjetër thot e dëshiroj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë që tha Abu Bekri dhe nuk e pranoj atë që e propozova unë. Dhe pastaj, çfarë ndodhi kur në ditën e nesërme shkon Omeri radhiyallahu anhu në takim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ato e gjejnë edhe Abu Bekrin dhe çonte pejgamberi dhe çonte Abu Bekri. Dhe Omeri radhiyallahu anhu e pyet pejgamberin alaihi salam, thotë ja Rasulullah i dërguar Allahut, flejofsha nënën dhe babën tim për ty, thotë pse po çani, thotë që të çaj edhe unë, ose nëse nuk mëj me qaj, thët, bana do më honë, si kur jam duke qajt. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thët Abu Bekrit, i thët Omerit radhiyallahu anhu, thët me të vërtet, dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, ndaj meje dhe Abu Bekrit dhe shokëve tu, thët ka qenë ma afër se sa kjo pemë, për shkak se kam përzidh mendimin e Abu Bekrit dhe jo mendimin e Omerit. Dhe ka zbrit ajeti ku Allah thot, ma kana li nebijin e jekune lehu esra, si ta ka një pejgamberit që ajt këtë rëp luftës, sklëvër të luftës, hatta yuthkhine fil ard, deri sa ajt triumfan e tuk, turi du në ara dhe dunja, sa që ju për e dëshiran jetën e kësaj bote, pra plaskin e luftës, e kështu me radhë. Ose e dëshirani fidjen, pra, mi blej ata lirin e vetë dhe plaskin e luftë, pasurin e kështu me radhë. Wallahu yuridu al-akhira, Allah e dëshiron botën tjetër. Wallahu azizun hakim, Allah është i plot fuqishëm dhe është i urtë. Dhe pastaj Allah azza wa jall thot, laula kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim. Sikur mos të kishte qenë vendim i vendosur nga Allahu më herët. Pra se Allah azza wa jall nuk e dënon, domethënë njeriu
ndaj asaj që Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar. Pra kishte shkruar Allahu subhanahu wa taala se nuk i dënon njerëzit deri sot i zbret Allahu azza wa jall dispozitat e tij, se atëherë juve kish me ju marrë dënim i rand. Dhe për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka shërtuar Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se mësimi që kanë thënë dietarët është se kur është një shtet i ri, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra duhet të të mos tregohet shumë mëshirë ndaj kriminalëve të cilët mbysin musliman dhe kështu të hedhin frikë në zemrat e atyre kriminalëve të cilët ecin në luftë ndaj Allahut, pejgamberit dhe i vrasin muslimanin dhe i dëbujnë për shtëpive të tyre. Pra kjo është urtësia, sepse Allahu subhanahu wa taala ka çortuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa ka qenë shumë e fidjes, pra për me bleja të lirin e vetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përcaktuar 1000 dinar apo dirhem deri në 4000 dirhem. Pra varësisht prej gjendjes së robëve të luftës, se si kanë qenë të pasur, mirë po për një person është caktuar, domethënë 1000 dirhem deri në 4000 dirhem. Nga ajo që treguohet apo një ngjarje që ka ndodhur interesante në luftën e Bedrit apo në shpagimin mes robëve të luftës së Bedrit, ka qenë edhe ngjarja mes Abbas ibn Abdul Muttalibit, axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Abbas, vëllezër të nderuar, kur ishte në Mekë, ai ishte marrë me dhunë dhe ishte nxjerrë në Bedër. Dhe kur kishin dalë në Bedër, muslimanët e kishin zorë. Dhe kur e sjellën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi folur për rëbrimin e Abbasit, se si e ka përshkruar se ka kapur një person me flok anash dhe një ansar i vogël. Dhe ai ansari ka thonë kam kapur, kurse Abbasi ka thonë ka qenë një burr i madh. Dhe pejgamberi më ka thonë herë se ty të ka ndihmuar një melek në kapjen e robët të Abbasit. Abbasi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, sa i dërguar Allah, qad kuntu musliman, unë kam qenë musliman, mirë po kam dalë, domethënë i imponuam, i detyruam, kam dalë në Bedër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abbasit radhiyallahu anhuma, thot Allahu e di më së miri islamin tan. Nëse është e vërtetë ashtu si thua ti, atëherë Allahu ka më të shpërbly. Ama nëse ti ke dalë dhe na ke luftuar neve, atëherë ti duhesh me ble lirin tënde. Dhe subhanallah, pejgamberi sa sikur do më kallëzu pra Abbasin këtë rast, se ti në luftën e Bedrit ke qenë në anën e mushrikëve. Dhe kështu ne të kemi por ty, pra në anën e jashtme na gjykojna. Prandaj, ani pse ka qenë musliman, e ka mojt imanin fshetas, është mbarë në bazë gjykimit të jashtëm edhe është sjell si rob i luftës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ty duhesh me ble lirin tënde, dhe përveç lirisë tënde edhe 2 nipave të tua, që kanë qenë Naufel ibn Harith edhe ka qenë Aqil ibn Abi Talib. Dhe gjithashtu një person tjetër që ka posë në aleancë, Utbe ibn Amrin, pra ndaj këtyre treve dhe vetën e vetë 4 persona, është dashur Abbasi me pague 4000 dirhem për me ble lirin e vetë dhe me dal nga robëria. Mirë po Abbasi radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se o i dërguar Allahut, sa unë nuk kam pasurie. Dhe këtu ka ndodhur një gjë që tregon për profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka qenë pejgamber dhe i dërguar për Allahut, dhe i thot Abbasit, a nuk e ke fsheh një pasuri me Ummul Fadlin në Mekë në filan vendin? Thot Abbasi i dërguar Allahut, edhe me shumë ushtua bindja, edhe me domethënë me zemër e pranoi Islamin edhe bina që je pejgamber Allahut, sa atë pasuri që e kum shef nuk e ka ditë kush pos me edhe grua sime, dhe kjo do të me konë shpallje. Kush e informoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Pastaj Abbasi radhiyallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
që me i numrue 20 uqije, pra lloj i arit, në atë kohë, për arsye se muslimanët i kishin marrë rab, e kishin marrë Abbasin rab edhe atë pasuri plaçk. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Abbasit, aja nuk llogaritet. Aja është që e kena ka plaçk, ndërsa 4000 dinar i ndan për asaj pasurisë e fshehur në Mekë, dhe pastaj pejgamberi alayhi salam thotë, aja është plaçk që Allahu na ka dhënë neve në robërim ndaj teje, kështu që aja nuk llogaritet domethënë në blerjen tënde, në blerjen e lirisë sate. Pastaj Allahu azza wa jall e zbrit një ajet ku thot, ja ejuhen nebiju, o ti pejgamber, o ti dërguar, qul limen fi ejdikum min el esra, thua ju atyre që i kije në dorë për i rëvëve të luftës. Pro kjo ajet ka zbrit për Abbasin. I ja'lemillahu fi qulubikum khajra, nëse Allahu sheh khajr, mirësinë e zamrat e juaja, ju'tikum khajren mimma ukhidha minkum, do ju jap më të mirë sa ajo që është marrë. Shikoj çfarë ajeti zbret për Abbasin. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dhe ju fal juve, Allahu është falës dhe mëshirues i madh. Dhe thot Abbasi radiallahu anhu, pasi që e blen lirinë e vet dhe lirinë atyre që i kishte në mesin e tyre, atëherë thot Allahu azza wa jall ma mënsoi 20 sklavër, 20 rob, secili prej tyre më pasanik se tjetri. Dhe Allahu azza wa jall mi kompenzoi ato që i kisha dhënë. Dhe mbi gjitha këto thot Allahu azza wa jall mi fali gjunohet. Dhe ma pranoi pendimin dhe Allahu më shpëtoi prej kufrit. Pra shiko se Allahu azza wa jall ja ka kthye Abbas ibn Abdul Muttalibit gjitha këto që i kishte dhënë, dhe pastaj vëllezër të nderuar, një prej ansarëve gjithashtu i kishte thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me kursye Abbas ibn Abdul Muttalibin, mirë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte pranuar, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte urnuar pra që ajte bën shpagimin e tij, pra duke bler veten e vet dhe duke liruar veten e vet e kështu me radhë. Kjo është sa i përket ngjarjes se si e ka bler lirinë e vet Abbas ibn Abdul Muttalib, ndërsa gjithashtu e kemi një ngjarje tjetër, ajo që është ngjarja e Suhejl ibn Amrit në momentin kur është nxorë rab. Suhejl ibn Amri është shumë interesant ngjarja e tij. Gjithashtu do na vjen një ngjarje edhe më interesante në marrëveshjen e Hudejbijës. Dhe ky është baba i Gjulejbibit, kur gati tu finalizue marrëveshja e Hudejbijës, thot mu kthy Gjulejbibit të mushrikët, pasi ishte pranuar Islamin. Do vjen inshallah në detaje. Mirë, po kur është kap rab, Suhejl ibn Amri ka qenë domethënë prej atyre që ka qenë prej kokave të kufrit, dhe gjithashtu ka qenë elokuent, ka pas domethënë oratorinë në gojën e tij, dhe me nxit në luftra, po të njëjtën kohë dhe me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me nxit mushrikët ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Omer radiallahu anhu, sa i përket Suhejl ibn Amrit, ka propozuar që m'ia thyë dhëm të fortë të gjithë të gojës, për shkak se ka fol dhe i ka nxit mushrik ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi, i ka thonë Omer pejgamberit alaihi sallam, ma leja t'ia thej të gjithë dhëmbët e gojës, për arsye se ky ka qenë orator në nxitjen e luftës së mushrikëve të Mekës ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju që ai me ble lirinë e vet, dhe Omer radiallahu anhu është nervozuar. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, innehu asa an yaquma maqaman la tadhummuhu. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit radiallahu anhu, ndoshta ai do të mbajtet një qëndrim që do të lavdrohet me vonë. Subhanallah, në ditën e dezertimit, mazes pejgamberi kur kanë dalë renegatët në kohën e Abu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, domethënë Suhejl ibn Amri ka qenë prej atyre i cili ka nxit që me qëndrue sahabët dhe mos me dalë prej dini. I ka nxit muslimanët mos me lëshu fen.
edhe ka qenë domethënë fjalimi i tij mjaft interesant, edhe u bë sebeb që musliman domethënë me qëndrue në fe dhe mos me ro prej e dezertimit e kështu me radhë. Pra këto janë dy ngjarje që kanë pas efekte çështja e luftës së Bedrit, dhe gjithashtu për ngjarjeve tjera apo që ndërlidhet me rrobat e luftës, vëllezër të nderuar, si ka qenë halli apo si janë gjykuar ata të cilët nuk kanë pas pasuri me ble domethënë lirinë e vet. Është interesant shikoni vëllezër të nderuar se si Islami ka dhënë pozitë dhe vlerë diturisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët nuk kanë pas mundësi me ble lirinë e vet, edhe kanë qenë fukara prej mushrikëve të Mekës, atëherë ja u ka dhënë metodë se si me ble lirinë e vet. Pra një prej mushrikëve është marrë në Medinë dhe është dërguar dhe ju janë dhënë 10 nxënësa, 10 fëmijë muslimanëve, me ja mësu shkrim leximin. Po më mësu shkrimin dhe më mësu leximin. Kur i ka mësu 10 nxënësa, atëherë ai është liru. Shikoni Islami edhe në rastet luftës, edhe në rastet kur domethënë ti je të kalu në kriza dhe në sfida, megjithatë i kushtohet domethënë rëndësi diturisë dhe mësimit, edhe atëherë fillojnë domethënë mushrikët me mësu ka 10 prej muslimanëve. Gjithashtu vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person prej mushrikëve i cili ka pas emrin Abu Azza el-Jumahi e ka liru pa kur farkushti. Edhe subhanallahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka liruar këtë person, ja ka kurzu mos me ndihmu armist edhe kur e shetet kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky e ka pranuar. Mirë po subhanallahu ka ngjoh aja që është friksua Sa'd ibn Muadhi dhe Omer ibn Khattabi. Pasi që ky ka dalë dhe është larguar, atëherë ka filluar prapë me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ju bë sherr muslimanëve edhe me nxit mushrikët për luftën e Uhudit me dalë kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra shika pejgamberi Allahut azza wa jall, po kanë ndodhur edhe hoxhallar, edhe dietar nga një herë shpesh i drejtohet fjala ndoshta një hoxhe, atë kum thotë që filoni mundet me dështu, ose pse ke vepruar me to kështu. Kë ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto ka orësi që nuk mjafton koha me i përmend. Ndërsa në disa periodet të luftës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy prej tyre gjatë rrugës prej Bedrit në Medinë i ka ekzekutuar. Ata kanë qenë Uqbe ibn Abi Muajti edhe ka qenë Nadr ibn Harith, këta ka urdhëruar pejgamberi alaihi salam me ekzekutu, nga se pozita e tyre në atë kohë ka qenë sikur sot me marr kriminal të luftës. Pra kriminal të luftës në asnjë rregull ndërkombëtare, në asnjë ligj pohujve nuk falen. Prandaj edhe pejgamberi alaihi salam urdhën ekzekutimin e këtyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas domethënë pozitës apo pas ndërveprimit të tij me rrobat e luftës në këtë formë, atëherë zbresin disa rregulla apo i kuptojnë disa rregulla, disa legjislacione, të cilat kanë të bëjnë me imamin apo halifen karshi rrobave të luftës. E para prej tyre është e para që ka drejt imami është me i fal ata pra lirim pa shpagim apo pa shpërblim, pa dhënë parë, i liron fi sabilillah. E para, e dyta, lirim pa kur far kompenzimi. Pra nuk jap lirimin e tij nuk jap kur far kompenzimi edhe kur far pagese. Pastaj ose ekzekutimi, domethënë e dyta, ose skllaverimi e treta, ose falja, domethënë pa kur far shpagimi, ose blerja, domethënë e lirisë nga ana e personit. Pra këto katër forma ka drejt të vepron imami varësisht prej maslahatit, domethënë se si e sheh. Tham se Islami qysh ka vepruar me rrobat e luftës, nuk ka popull sot në botë si vepron në hakun e tyre qysh na ka mësuar Allah subhanahu wa taala.
Allahu thot në Kur'an: "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dhe ata ushqejnë me ushqime, thot për me arrit kënaqësinë e tij Allahut, dhe atyre që janë të varfër, janë jetima edhe janë rob të luftës. Por robi i luftës nuk lehet pa ushqim. E para, e dyta, pejgamberi alayhis salam kishte këshilluar sahabët: "Istawsu bil usara khaira." Ju porosis me rob të luftës të sillni mirë. Dhe ndëgja disa ngjarje, subhanallah, se si kanë ardhur në trajtimin si u kanë bërë sahabët robë të luftës. Transmetohet vëllezër të nderuar se Abu Aziz ibn Umair, i cili ka qenë rob prej robëve të luftës, i nxonë nga pejgamberi alayhis salam dhe sahabët. Thot sahabët, kur u vinte ndonjë ushqim i mirë, thot na jafshin atë neve kurse vetë hanin hurme. Do më hanë si me morë së shembull, me torë ty një pul në helje, ja kanë dhënë robëve të luftës, kurse vetë e kanë hangur ushqimin me të dobet. Si porosia soj se pejgamberi sa mi ka këshillu, sill në mirë me robët e luftës. S'ka moj ligjërat në sahat, një fjalë, sill në mirë me robët e luftës. Gjithashtu transmetohet nga Abu al-As ibn Rabi, që ka qenë burri i Zejnebit, vajzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj është bërë sebeb ky shembull i sahabëve që kënë me pranu Islamin. Thot, ata thot na kanë dhënë thot përparësi thot neve në ushqimet e mira. Dhe kur kena dalë në udhtim, thot neve na hyfshin bideve dhe kuaj, kurse ata vazhdonin kam, sahabët. Trajtimin e robëve të luftës. Dhe subhanallah, tëre prej robëve të luftës, kur e kanë pas sjelljen e sahabëve, ato për ato e kanë pranuar Islamin. Edhe shumica prej tyre e kanë pranuar Islamin, edhe pse mushrikët e Mekës kanë menduar se do shohim se ata janë duke u kestrajtuar dhe duke u torturuar nga ona muslimanëve. Bile, tash vjen mësimi i radhës se si Umair ibn Wahb el-Jumahi e kishte djalin e tij rob të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte takuar në Hijr, pra të Qabës, kur vetëm ata dy kishin qenë prezant, dhe Safwan ibn Umayya dhe kishin qajtur dertin se çfarë u kanë ngjarë atyre në luftën e Bedrit. Dhe pastaj Umair ibn Wahb el-Jumahi ishte ankuar për shkak fukarallahut dhe fëmijëve të shumë të cilët i kishte, se sikur mos të ishin këtu arsye, do e merrte shpatën dhe do shkonte, do e sulmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Safwan ibn Umayya i thot Umair ibn Wahb el-Jumahiut, sa i përket fëmijëve tu dhe borxheve të cilat i ke, thot ato se janë gjithë mbi mua, vetëm nisu dhe mbytë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë bisedë të fshat nuk ka qenë askush prezent përveç se këtyre dyve. Pastaj e mprej shpatën e tij dhe e helmon atë në helm. Pastaj niset për në Medinë. Pra niset me urrëti dhe xhelozi për të shku komplet dhe me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që e sheh Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, thot hadha al-kalbu aduwullah, ky qenë të është armik e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ma jaa illa li sharrin, nuk ka ardhur për vesenit keqe, një sharr. Dhe pastaj Omer radhiyallahu ta'ala anhu e nxjerr shpatën e tij dhe i urnan ansarët me rrethu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se friksohet që mos do ja bandën të keqe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shkon Omer radhiyallahu anhu dhe kap, do më hap për qafe dhe ja largon shpatën e tij. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "O Omer, thot liraje Umerin." Dhe e liron me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi alayhis salam ishte në xhami dhe i thot Umair ibn Wahb el-Jumahi, thot afrohet e kun, dhe afrohet. Thot pse ke ardhur? Thot kam ardhur thot për me ju thonë juve mos më ma kes trajtue birin tim. Thot a ke ndonjë arsye tjetër? Dhe bëu i sinqert thot pse ke ardhur? Thot vallahi nuk kam thot arsye tjetër.
vetëm kam ardhet për me ble lirinë e djalit tim, me pagu e parët për me liru atë dhe nuk kam marrë për qëllim tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për herën e tretë i thotë: "O Umeir, bëhu i sinqert dhe trego pse ke ardhur." Dhe pastaj e thot njëjtin fjalë Umeiri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Umeir, se ta nuk ishe ti me Safwan ibn Umayya tek hijrin e Qabe para kaq dite, dhe ishit veç ju dy, dhe askush nuk ju dëngjej pos Allahu xhelalu ala." Pejgamberi ta sum ishte or shpallën nga ona Allahu xhelalu ala. Dhe ti ju ankove se e ke borxhe, dhe ju ankove që sikur të kishe kujna me jalon fëmijët tu, dhe fëmijët e vllaut tënd do e merrsh shpatën për të mbyt pejgamberin sallallahu, për më mbyt mua. Dhe pasaj Umeir ibn Wahb al-Jumahi thot: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah." Dhe dëshmoj se ti je pejgamberi i Allahut. Dhe pasha Allahun e madhruar në atë mejlis s'ka qenë askush të pos me Safwan ibn Umayyas. Dhe kjo që ti e ke kuptu, do të jetë shpallje për anë se Allahut azza wa jall. Ndërsa Safwan ibn Umayya i përgëzonte njerëzit në Mekë për lajme të gëzueshme që do vinë nga Umeir ibn Wahb al-Jumahi, se i cili kishte mprehur shpatën dhe kishte helmuar në helm për ta mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është një komplet. Mirë pa, subhanallahu, shikoni se si Allah i ka zemrën dorë. Niset me shku me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa, ato e gjenë udhëzimin dhe ato udhëzohet dhe Allah azza wa jalla hap zemrën me pranu islamin këtij personi dhe mu bë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nga armik, kalon e mik, dhe nga nxitës për me mbyt pejgamberin alayhis salam, merr leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mu kthy te fisi vet, dhe pastaj mu bë da'i dhe thers në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah azza wa jalla ka bërë sebeb Umeirin që mu udhëzu shumë njerëz nga fisi i tij dhe nga njerëzit. Ndërsa gjithashtu nga metoda tjera që janë mundu me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë sulmi i Ebu Sufjanit ndaj Medinës. Ebu Sufjani në hakmarrjen ndaj luftës së Bedrit i kishte mobilizuar apo përgatit 200 ushtar dhe kishte shkuar, kishte hyrë natën, pra sulmi i tij e kanë thënë dietar sulmi themiruar, për arsye se nuk ka qenë trim, mu ballafaqu ditën, mirë po ka shkuar natën dhe i kanë mbyt 2 sahabë. Pastaj i vjen lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shpejt mobilizon ushtrinë dhe sahabët dhe dalin në përndjekjen e Ebu Sufjanit, dhe pastaj Kureshojnë Ebu Sufjanit dhe mushrik pejgamberin alayhis salam se kanë dalë në përndjekjen ndaj tyre, atëherë ikin duke lënë pasuritë e madhe për gruajt e Elbit dhe i marrin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si plaçk ndaj muslimanëve. Domthonë për muslimanët. Dhe Abu Sufjani ishte betuar se nuk do merr gusul para se muhakmer ndaj luftës së Bedrit, dhe mushrikët e kanë pas këtë cilësi që guslin e kanë përdorur edhe para ardhjes së Islamit. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, ka ndodhur efekti tjetër domosdoshmë që ka ndodhur pas luftës së Bedrit, ka qenë që fisët që kanë qenë domethënë arabe apo në rrethinën e Medinës, që ka qenë një fis që quhet Benu Sulejm, ishin mobilizuar ndaj me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ata kishin dalë në ekspeditën e tyre me 500 deve, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte organizuar kundër tyre. Pastaj kishte dalë në ballafaqim dhe në përballim me ta, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ndeshet me ta ball për ball, atyre hedh Allahu azza wa jall frikë në zemrat e tyre dhe ja mësyn malëve dhe bjeshve, duke i lanë 500 deve në mëhanë e teren, dhe i merë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët, si lloj plaçke dhe kthehet në Medinë. Pra nga kja, jam me kuptu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte bërë forcë në Medinë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash e tutje në Medinë. Pra njerëzit ishin ndarë në 2 lloje, ata që ishin musliman dhe grupa tjetër që ishte shfaq e që ishin munafika. Pra munafika, vëllezër të nderuar, shfaqen gjithherë kur muslimanit janë të fortë. Në Mekë s'ka pas munafika, për arsye se s'ishte nevoja, ndërsa kur muslimanit kalojnë në Medinë dhe formojnë shtetin e tyre dhe bëhen të fortë,
atëherë shfaqen munafikat, të cilët e fshishin kufrin dhe shfaqin islamin. Dhe këta munafika, vëllezër të nderuar, bashkëpunuan me qifotet, edhe pse nuk pajtoheshin me fe e tyre, megjithatë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë bashkuan. Gjithashtu, një ngjarje tjetër interesante që ka ndodhur në Medinë, ka ndodhur me fisin Banu Qaynuqa. Fisi Banu Qaynuqa, vëllezër të nderuar, e kishin një treg në Medinë. Dhe ato ishte një motër muslimane e cila kishte shkuar për të blerë diçka. Pra në fisi Banu Qaynuqa. Dhe në këtë fres, domethënë në këtë vend, këtë treg, pra jetonin edhe muslimanët apo bënin tregti edhe muslimanët. Dhe qifotet përpjekën me një kurth që ta ngacmojnë një motër muslimane. Dhe m'ia hiq rroba domethënë prej trupit të saj. Dhe quhet një i mallkuar për qifotëve dhe ja vendos domethënë një pengesë, një lidhje në rrobën e asaj motrës muslimane e cila ishte duke pushuar, dhe pa vërejtur kur zgjohet, i shpaloset një pjesë e trupit dhe fillojnë me e përqesh domethënë qifotet. Atëherë quhet një prej muslimanëve që ishte aty në treg dhe mbyt këtë qifotin. Nga fisi Banu Qaynuqa. Dhe pastaj quhen qifotet dhe mbysin këtë muslimanin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me dhoni mësim të rëndësishëm qifotëve se ndaj një motrë muslimane ka kush hak merret. Allah pasaj ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkon në rrethëkimin e kështjellës së tyre, e cila zgjat 15 ditë. Pra i rrethëkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 2 javë dhe pastaj kur u paksohen furnizimet e tyre dhe të ardha të tyre në kështjellë, atëherë propozojnë domethënë se me dalë dhe me hap dyrë të kales. Dhe me gjyku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që hapen dyrë të kales, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjykon me vrasjen e tyre. Dhe numri i tyre domethënë ishte për mbi 400 persona. Mirë po i mallkuari Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, që ishte koka e munafikave në Medinë, atëherë fillohet me ju përgjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me ndërhyqje mos me mbyt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tërhiq gjykimin për vrasje dhe pastaj thot të dëbuhen nga Medina, mirë po me kurth që gjitha pasuritë e tyre, armët e tyre, pasuritë e tyre që i kanë pasur në kështjellë dhe tokat e tyre të mbetin muslimanëve, dhe i dëbon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Medina këtë fis, i cili kishte vrarë një motër, i cili domethënë kishte vrarë një vëlla musliman që kishte dalë në mbrojtje një motre muslimane. Dhe aleanca mes qifotëve dhe munafika pra ishte fort, dhe në mesin atyre vëllezër të nderuar, të cilët e kishin ecë në fyrje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte edhe një kriminal apo një njeri shumë i forshtar, e që njihej me emrin Ka'b ibn Ashraf, pra që ishte nga qifotet, nga fisi Banu Nadir. Dhe Ka'b lanetullah alaihi, vëllezër të nderuar, i nxiste fiset dhe kishte shkuar në Mekë te kurishit, tani pse feja e tij dallonte prej fesë së mushrikëve dhe kishte nxit domethënë krerët e Mekës me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra Ka'bi kishte thurr vargje duke shoh Allahun, duke fyr Allahun, duke fyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke fyr sahabët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhnon sahabët në mbytjen e Ka'bit. Mirë po para se me mbyt Ka'bin, kishte shkuar Ka'bi te kurishitët në Mekë. Dhe kurishitët i kishin pyet Ka'b ibn Ashrafin dhe i kishin thonë, a është feja jonë më e mirë dhe më e dashur tek ti apo feja Muhamedit? Pra cili prej grupeve jena në rrugën më drejt? Ka'bi, pra i cili ishte qifut, kurse kurishitët ishin adhurues të idhujve, u kishte thonë që antum ahda min alladhina amanu sabila. Pra ju jeni në rrugë më të drejtë se muslimanët. Dhe ka zbrit ajetin Kur'an ku Allah thot: "Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab." A ke po atyre që është dhënë një pjesë nga libri. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Besojnë në gjipt dhe taghut.
Pra në idhuj djallëzi, shejtan. Wa yaquluna lil ladhina kafaru, dhe u thoshin atyre që kanë bërë kufër, pra për mushrikëve të Mekës, haula yahda min alladhina amanu sabila, ju jeni në rrugë më të mirë se sa muslimanët. Po ky ajet ka zbrit për Ka'b ibn Ashrafin, pastaj pejgamberi alayhis salam urdhnon, thot kush ma sjell kokën e tij, pastaj Muhammed ibn Maslama, Ubada ibn Bishr, edhe Ebu Naile, për këta 3 sahabi, arrin me shkuet të këfisi Banu Nadir, pastaj i thujnë pejgamberit alayhis salam para se të nishin, ana lejon me të shoh ty, pejgamberi alayhis salam i thotë el harbul khud'a, lufta është strategji, pastaj shkojnë te Kabe dhe i thënë Ka'b ibn Ashrafit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ky Muhamedi ka ardhur na ka përçanë fise, na ka ndonë familje, po na urdhnon me nxjerr pasurinë kaq dhe kaq. Pra folën kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj derisa arrin me nxjerr prej shtëpisë së tij, dhe pastaj e mbysin Ka'b ibn Ashrafin, i cili fynte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu janë efektet pas luftës së Bedrit, dhe këtu janë ato ngjarje të rëndësishme të cilat kanë gjallë. E lutem Allahun azza wa jall që Allah na shton nga dia, nga ajo që nuk e dim, dhe nga dia e cila na bën dobi. E lutem Allahun azza wa jall që na ruaj Allah nga dia e cila nuk na bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.